Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Të dashur besimtar, vëllezër dhe motra, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Në këtë natë të madhe të Kurban Bajramit, kur zemrat dridhen nga madhështia e sakrificës dhe kur shpirti kërkon edhe më shumë afërsinë me Zotin, ju drejtohem me përullësi të thellë dhe dashuri të sinqertë në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, në emër të institucioneve të saj dhe në emrin tim si mufti i Republikës, për t'ju përcjellë për këtë festë kaq madhështore, festën e Kurban Bajramit, urimet më të përzemërta, duke lutur Zotin e Madhërisëm që kjo ditë e bekuar t'ju gjejë me zemra të qeta, me shëndet dhe mirëqenie, me familje të bashkuara dhe me besim të thelluar në vlerat më të larta shpirtërore. Kurban Bajrami është për kujtim i sakrificës profetike të Ibrahimit a.s., i cili ishte i gatshëm që ta flijonte më të dashurin e tij për hir të Zotit të Madhërisëm, dhe i cili na mësoi se besimi i vërtet nuk njeh kufi dhe as frikë nga sprovat, por gjen kuptimin më të lartë pikërisht në dorëzimin e plot ndaj vullnetit hyjnor të Zotit Gjallëshanuhu. Në këtë ditë, zemrat e besimtarëve mbushen me mirënjohje dhe përkushtim, ndërsa duart e tyre shtrihen në ndihmë dhe bujari, ka se kjo festë është një akt që mishon frymën e afërsisë me Zotin dhe përgjegjësisë ndaj shoqërisë. Me bindjen dhe nështrimin ndaj Zotit, flijimin, përkushtimin, solidaritetin, dashurinë dhe unitetin familjar dhe shoqëror për hir të dashurisë hyjnore, Zoti i Madhërisëm thotë: Andaj falu vetëm për Zotin tënd dhe therr kurban. Sot kur miliona besimtarë janë në tokën e shenjtë të Mekës dhe ku do ta kalojnë këtë ditë në rrafshnalët e Arafatit, e në mesin e tyre gjenden edhe haxhilerët nga Kosova, të cilët janë duke e përjetuar haxhin, udhëtimin e jetës me lutjet e tyre drejtuar Krijuesit për falje gabimesh, shëndet dhe mirëqenie për familjet e tyre, për popullin ton dhe siguri për vatanin ton. Në përmbushjen e kësaj thirrje hyjnore që zëfill që nga koha e Ibrahimit a.s., i cili na kujton rrugtimin e shpirtit në kërkim të pastrimit, për uljes dhe bashkimit me të gjithë muslimanët e botës, në një akt universal adhurimi dhe barazie. Çdo hap i bërë në tokën e shenjtë, çdo lutje në Arafat është një thirrje për mëshirë dhe një betim për një jetë të ndershme në shërbim të së drejtës dhe drejtësisë. Zoti i Madhërisëm thotë: Nuk është gjunah të kërkonin nga Zoti juaj ndonjë të mirë, e kur të ktheheni nga Arafati përmendni Allahun në vendet e shenjta. Të dashur qytetar, vëllezër e motra, Kurban Bajrami është një festë fetare, por megjithatë ajo bart në vete edhe mesazhe të thella shoqërore dhe adhetare. Festa e Bajramit nuk kufizohet vetëm në adhurim, por ajo kontribuon në forcimin e vlerave që ndërtojnë shoqërinë dhe forcojnë atë dheun. Prandaj, themi se kjo festë forcon ndjenjen e bashkësisë dhe vëllazërisë ndërmjet nesh, e që është bazë për një shoqëri të shëndosh dhe një shtet të qëndrueshëm. Në këtë natë të kësaj feste të bekuar, nuk mund të mos ndalemi dhe të reflektojmë mbi sakrificat e popullit ton, të cilat i përngjajnë sakrificës së Ibrahimit a.s. Ne kemi njohur dhimbjen, kemi kaluar sprova të rënda, kemi dhënë më të dashurit tanë për një të ardhme më të mirë dhe për një jetë me dinjitet dhe liri. Përmes flijimit, durimit dhe besimit të palëkundur, populli ynë ka ngritur themelet e ekzistencës së vet, mbi vlerat e sakrificës dhe të së drejtës. Le të ndërlidhim këtë festë të bekuar me kujtesën tonë kolektive dhe me përgjegjësinë që kemi për të jetuar me nder, për të ruajtur lirinë që u arrit me mund dhe gjak, si dhe për të qenë gjithmonë zë i drejtësisë, i paqes dhe i vlerave hyjnore. Kjo natë është edhe për kujtim i përjetshëm i dëshmorëve tanë, i nënave që ende nuk gjetën eshtrat e bijve dhe bijave të tyre, i fëmijëve që u rriten pa përqafimin e prindit, por me krenarin se ata ishin pjesë e një sakrifice të shenjtë për liri. Sot kur ne therrim kurbanin, e dim se çdo pikë gjaku që rrjedh nga kurbani është betim për të qenë më të drejtë,
më të mëshirshëm dhe më të përkushtuar ndaj Zotit dhe ndaj njëri tjetrit. Bajrami nuk është thjesht vetëm një fest, është kulmi i besimit, i sakrificës dhe i mirësisë. Bajrami është urë që bashkon njerëzit me mëshirën e Allahut dhe me njëri tjetrin në paqe dhe dashuri. Në ditën e Bajramit le t'i hapim dyert të zemrës, jo vetëm për të afërmit, por edhe për nevojtarët, të vetmuarit dhe të harruarit. Në këtë ditë të bekuar, le t'i falim të tjerët ashtu siç dëshirojmë që të na falë Zoti neve. Le të jetë kjo festë një thirrje për më shumë mirësi ndër ne, për bashkim rreth vlerave që na mbajtën gjallë ndër shekuj, siç janë besimi, dinjiteti, drejtësia dhe solidariteti. Le ta shndrrojmë besimin në vepër, fjalën në shërbim, kujtimin në përgjegjësi për të falur, për të afruar zemrat dhe për të përforcuar familjet dhe shoqërinë me dashuri, mëshirë, paqe dhe drejtësi. Kjo nga se Zoti i Madhërisëm nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ai popull të mos ndryshojë vetveten. Zoti e ruajt popullin ton dhe i fal të paqe dhe begati vendit ton. Me fat festa e Kurban Bajramit.